Të dashur miq, pas marketingut të rikthyem sërish në pjesën e dytë të emisionit Rrëfimjete, në pjesën e fundit dhe pas ushqimit mjaft të bukur të përgatitur nga restoran Village këtu në Vushtrri, një restoran shumë i mirë, një restoran që ja vlen me vizitue, një ushqim shumë i mirë, një staf i mrekullueshëm dhe një pamje prallore. Teuta, tashmë ti je një grua e mbulume. Po. Çka mendoni disa gra në Kosovë paragjykohen për mbulesën, meqense është një periudhë shumë e shkurt kohore që ti ke vendosur më mbulu, a ke hasur në kësi paragjykimesh apo jo? Po. Shko në Turqi, shko Talebane, kam bleshe ikat, gjona Do më thënë një periudhë ka që shkurt edhe paragjykimet me njëherë. Me njëherë, Sulmi. Po, gratë me mbules, shëikat për gratë me mbules, shqiptare nuk kanë interes. Në më falë, ajo është diçka, i kanë gratë e veta me mbulesa. Qa do thua, shëikat kërkojnë gratë të qplume apo se? T'lutna, shëikat në dhejën tem, po vim për ato këngëtarët e estradës që pju pagojnë 1000 euro spotet erotike. Pi bajnë spotet si kur filmat porno. Shëikat po vinë për shato, aj nuk vjen për gratë e mbulume, se të mbuluta i ka të vetat. E sidomos për Teutën që është rrudha është basi kur mulla bëjon pranverë. Jo, për mashallah dukesh mirë. Gratë e mbuluta nuk kanë interes asnjë shtet musliman me ardhë në trojet e mia, në dhejën tem, për gratë e mbuluta. Ato vinë për ato që po veshën flasë si prostitutat e rrugëve të Europës. E pse mendoni që edhe në këtë pjesë pastaj përfshihen paragjykohen edhe gratë e mbulume? Po, fatkeqësisht, feminizmi edhe për krahas të feminizmit, po e dhunojnë edhe gruan, edhe burrin shqiptar. Gruaja shqiptare po dhunohet psiqikisht, fizikisht, madje po shkon edhe në vrasje. Shteti që e përkrah feminizmin me atë shtetin laik, e shkatroj familjen shqiptare. E shkatroj gruan shqiptare, e shkatroj burrin shqiptar. Nuk e kena në gjene, në gjak, në tradit. Na veshën e prostitutave të rrugëve të Europës. Lexo historinë për gru shqiptare. Pesh lexoj historinë e shkrimtarëve europian, kur gratë e tyne janë pa vetëm skllave epshi. Në përqet Europën e sodit, çfarë roli ka pas gruaja shqiptare në shoqërinë shqiptare. Edukata, kultura, morali, respekti, mikpritja. Apo mendon që kjo me kalimin e viteve po zbehet? Po zbehet, jem udhëtar këtij 26 vjeçarit pas luftës. Një degenerimi me hapa marramenc që po e shkatron familjen shqiptare. Sidomos këngëtarët, se këngëtar po kënon çfarë tekste është këngës kanë. Çfarë tekste këngëve kanë. Çka po dëgjojnë fëmija. Am fal baki, kalon ka shkolla, dalin nxënësat e klasës 6-7, për i shkollës, fjalori i tyne. Nalësh edhe me nan me vete, një tru logjik me pa tjetër e i ban pyetje vetit. More, a dolen që ta fëmi për një institucionit shejt, që është institucionet arsimore janë të shejta. Edukativo, arsimor, apo dolen për një shtëpie publike ku ka mësu veç anën erotike, fjalori i tyne, çka ka shtëpia të kallëzon fëmija baki.
shkatru arsimi. E kena baki urgjencë kombëtare futjen e lëndës fetare. Na për shkollat na i edukoj fëmijin, na e mësoj që është edukata të folërit, deri ku është kufini i liris fjallës me atë të banalizimet. Mediat, këngëtarët që kënojnë tanë kohën edhe bojnë spote filma porno, na shkatron familjen. Feminizmi, edhe për krahas të feminizmit e shkatërron shoqërinë shqiptare. Mas pari femna nuk e din çka është ka dërë, sa një femën nuk bëhet gurgru kur, femna lindin gjitha, ku nuk desin gjitha gra. Meshkuj lindin gjithë, po gjithë meshkuj nuk vdesin. Është dallimi kur vjen pjekunia, arrin moshën gradën gru. Martesa nuk të ban gru, je femën e martume. Martesa, lindja një fëmije nuk të ban gru, të ban non, gru, të ban kultura, të ban edukata, të ban morali, të ban karakteri, të ban personaliteti, të ban veshja me etik njerëzore, nuk po të thamë mbullahu, gjitha grave mbullahu. Ose veshu që shu vesh të uta, veshu që shdush, po veshu me etikë njerëzore të paktën, mbuloje zonën intime, auretin që është prej këto diri në gjënjë. Meshkujt e mbulojnë auretin. Në të dhejën tem, une nuk shë mashkull me auret çplut. Nuk shë. Aureti meshkujve është pe këthizen të gojtë. E kanë mbulut. Femnat aureti nuk e mbulon. Nuk kam drejt une me pa auretin e grave të femnave. S'kom drejt. Se s'ka drejt kërkosh. S'ka drejt nana qikës, qika nanës. Në momentin që të futet në mosh madhore në pubertet. Tu çka do thuash me këtë që nuk je pajtimit me, domethënë, me paraqitjen e femnave që janë totalisht zhveshne? Feminizmi e shkatërroi familjen shqiptare. Feminizmi thërrat në kohën kundër familjes. Feminizmi gjithmonë po kërkojnë të drejta. Sa mendoni që kanë të drejtat? Le t'i kthehet kulturës shqiptare, i ka drejtat qysh i ka pas ton jetën, populli që i ka dhonë drejta dhe liri, unë po të thamë. Në kohën e perandorisë otomane, në okupim janë kohë shqiptarë. Në atë kohë është shkru për rolin e grus shqiptare. Se ata shkrimtarë janë hinë për familje shqiptare. Edhe roli grus shqiptare është ajo në familje. Ku në dhejun e vetë, në disa shtete, është po gruja. Vetëm sklave e epshit. Në disa shtete, kanë mojtë konferenca, kongrese, a është njeri apo jo gruja? Femra. Sot, thirrët kundër martesave, kundër lindjes fëmijëve. Për krahët LGBT-ja. Më falë, e din që kjo vesh, çka është ka i bën mas pari gjinisë mashkullore edhe burrërore. Dhunë psikologjike, dhunë psiqike, dhunë shpirtnore, dhunë fizike. A e din sa e zëshme është për një burë shqiptar me e pa qiken e vetë derin që të pik veshën ku do këtë sikur dhia një gëzofleshi, kjo po ja qëtë një harë. A je dhia je njeri. Mendonin që në këto raste, familja duhet me ndiku, familja i ka fajt kryesore? Po thirrët feminizmi për krah shteti, për krah të s'ke që ka me bon. Por derisa na nuk qohëm në kom, me ndryshu ligjin kryet shtetit, laik, e din çka do të thot laik? E la dheun edhe iku, a pak po na ik trunje inteligenca një ve, sa s'po më i rrënë në degenerim, s'po muna. Qito femna janë,
Burrit vet I veshet në trener kanë tuta, ja vesh trener ka tutat e tina ka shtëpia, duket sikur thes me kompira patate. E kur del në qytet veshet si prostitut për burrat e botës. Sa mendoni përqind e femnave që bojnë këtë gjë? Del në qytet o vllaja pja I krëg, qëri sa qysh jem vesh. A ki vesh me etik njerëzore, etika njerëzore. Se e vënën që të shami, apo nuk e vënën, këtë problem e ke me Allahun, e ke me krijuesin që të ka kriju, e ke me Zotin. Nuk e ke me njerëz personal, po për mu e për ty, me pa tjetër e ka me u vesh me etik njerëzore, se jem njerëz. Duhet me ditë ku është kufini I demokracisë me kufinin e degenerimit. Feminizmi e shkatroj, e din sa rastet, po rritet mas lufte numri I djemve të ri, që binën pa aftësi me kon burr, me kon mashkull. Veç e din sa është numri tyne. Karakteri burror nuk e lën me fol me kërkan. Pa aftësia e asaj farë punet, për burrat është vdekje për zgjallë. E din çfarë gjendje tron, psiqike, psikologjike, shpirtnore, emocionale, është ai individ që bjen në ato për periudha kohore 4-5 vite. Me fol me shoqnin, me njëherë shoqnia I thot mos të ka ndryshu ndjenjat je bo peder. Sinqerisht, me fol me psikiatrin, njëjtat gjoja thot. Gjo që shumë djemë të ri me këtë problem sherri I veshjes të femnave. Do të thotë që femnat atë shumë po zhveshen që fillojnë edhe meshkujve më ju hub ndjenja. I hubin ndjenjat. Edhe ka shumë raste fatkeqësisht po rriten. Po karakteri burrnor nuk e lën me fol. Në momentin që po flet, ato peqojnë drejt pederizmit. Po pastaj vetëm hesht edhe mbyllet në vete. Po, hesht edhe mbyllet në vete, është problem që ju zgjat vetë dhe në 5 vite. Edhe nuk mundet mu shprej me askon. Me kërkan s'mundet me u shprej. Në momentin që shprejet me shoqni, I thot të ka ndru ndjenja, qysh mër burri dhe jo, dhe sot ke shumë burr, e sot po ta rokën të naun, qysh ndryshon ndjenjat. është zhveshja baki. Këto femnat që thëtë, unë e kom drejt me u desh, si kur në plazh me dalë midis qytetit, e problemi është me trunin e meshkujve. Jo, zoj, se ti nuk po lexon as fe, as nuk po lexon shkencë, as nuk po bisedon me breza. Brezat ta shpjegojnë në shkollën e jetës. Nuk ka problemi me trunin e tij, se një gru kur për këta nuk e akuzon një burr, se gruaja është e vetëdijshme që truni mashkullit i gjinisë bashkullore ndryshon pi trunit gjinisë femërore. Me ta thënë kështu me shumë fjalë. Gruaja e ka frenin në dorë, nuk e ka burrin. Po do të jetë kështu. Krijuesi ja kalon gruas frenin, nuk ja kalon burrit. Unë nuk pajtona me ty. Nështë tash në disa raste, po besoj që nuk mund ta quaj burr vetëm të vendosesh në kryen vete, gjithmonë në bashkëpunimin e bashkëshortës. Po jo edhe gruaja fiks të vendos, do të me qenë në koordinimi përbashkë. Unë po flas për femrat. Gratë, gruaja o diçka tjetër. Baki unë po flas për feminizmin që pe shkatron familjen. Nuk po flas për gratë, se gratë po dhunohen fatkeqësisht. Po dhunohen. Po dhunohen, po vriten. Po vriten. Ka, do më thonë, pajto me tyje, me këta që për thua, është një zhveshje e teprume, do më thonë, është një dalje, sot kanë drejtat shumë ma shumë, po është edhe ana tjetër që ka dhe shumë femna që kesh trajtohen edhe, do më thonë, viteve të fundit, po shikën që po vriten edhe nga bashkëshorët e tyre. Ajo që është femër, ajo as nuk vritet, as nuk rrihet, as kur gjo, se ajo s'ka kufi. Ajo nuk ka kufi.
Se mendon krejt këto femna cilat, këto femna cilat po vritën, do më thonë gjithmonë është faji tyne? është faji i femrës se dzezat që i bënë një femër me burrin e qasoj grus që po e dhunon, a i menon që edhe gruja ti është ka e bënë që të dzeza. A jetu e mërvesh. Po atër nuk është faji i saj. Së është faji i saj, po është psikologjia e këtina, se mas pari po mungon edukata. Zë thëtë psikologjia e ti edhe me ardhë me vra grun. Baki. Një burr e lind gruja, e edukan, e rrit. Pse? Po e edukan të djalin tën o i zoj me dhunu a i nesër një gru tjetër. Do të thëtë që këto është mos edukim nga familja. Prandaj një familje shëndosh do të me pas përqëndrim 100% të fëmijë të brezat të cilat po dalin vazhdimisht. Baki, të parë ta në përroda kanë thonë, edukoj e qikën, ajo ta lind e ta rrit burrin e trimin. Edukoj e djalin, ai ta neron e ta nderon, ta respekton qikën e dikuj. Na, femna gjithmonë këna pas që sa arrin gradën gru. Po ka dhe gra që arrin gradën burnesha. Tan? Se ti thot, shtin e mes burrave, ajo të fletë si burrat. Ajo ta man fjallën e tëna. Femnat. Si do mas feminizmi sotit. Mas pari baki ma këthe trunin bëth prap, qohet në protest për drejtat e barabarta. Mirë. Sot dje qutën ditën ma ke shurdhu kryt, pidu drejtat e barabarta. Nesër, në mëngjes, në televizion, kam përparsi se janë femen. O ma këtheve trunin bëth prapa, pidu drejtat e barabarta, pidu përparsin. Se dyjat nuk të shkojnë. Kur i dën ti drejtat e barabarta, ki me ka pshatin, me prashit të ditën, ka lameq me të bot trupi rrët për bishtit shatit. Kemi marrë ceva, atë sajlin, mi qelë cevat e kanalizimit, tujrave dzeza, të ditën e gatë. Ti ke lyp drejtat e barabarta. Kemi ka pësa kisën, kemi shkon mal me prej dru. Kemi rrek kacis aty, një beton, 2 zalë me maru malter, të ditën e gatë. Se i ke lyp drejtat e barabarta. A e ki fuqin fizike për drejtat e barabarta? Jo, normal. Po drejtat që mi ka dhonë mu krijuese, me Koran, unë nuk të nërrej me asë një në burë. Prap, pastaj po kanë ankesat të meshkujt. Prap kanë ankesat e meshkujt se vetë është fajtore, se nuk e din që ka donë. Femnat unë kur nuk me i kuptaj, ato që se arrin me u bo grue, u bo gru. Se qikë është dhejnë 18 e për pjetë të banë sjellja jote gru, edhe sjellja jote të le veç femën. Se femën moshkull përcaktohet çdo gjë në natyrë, edhe pëmt janë femën moshkull. Drejt, barishtet. Mos të flasëm më për insekte për kafsh. Gjithçka natyrë është, po te njerëzit ka një titull kër arrin gradën gru edhe arrin gradën burr. Te na shqiptarët i kena fjallë, gjuhë tjetër s'di. Fatkeqësisht di veç shqip me folë. Mjaft po din me folë shqip, po tamam rrjedh shumë edhe ty di gjanat krejt me radhë. U shkatru baki familja shqiptare, baki na nuk e kena në kulturën shqiptare. Ma s'jena një popull që kena lind pi kurvave, më falë shprehje, se kurvi thot në hoxha, kurvi thot prifti, se ko me të bone ty. Qka është gjithë kjo hapësirë në media e qetë një fustani ka 2 gisht, më falë shprehje të mrenshme, sikur që kjo lugë veshon, të rapi op kom të aty para kamere, se pja jep media qito. Për kam pe gjiran ato, cilla familje më jeshe ato. A më jeshe ti me qiktone që ato? Jo, normal. E ku drejt që me këqyrat e mision? Është fatkeqësi e mediave që sot nuk ka edhe emisione cilësore për shkak se
Sot është mirë nëse sot ti ba reklam degenerimit, media u bo një me krimin e organizum në përkraje degenerimit. Media 1, 2, krimi organizum, 3, feminizmi me emrin showbiz, që se dhja çfarë gjuhë është showbiz, mas pari çka o? Showbiz e kulture, që për dion e janë që shkatron shoqërinë shqiptare. A mu je dëgjon një tekst të kongëve ti në familjen tone që po kënohet? Me familjen tone me lëshu tong, hajt? Fatkeqësisht jo. Po edhe tjetra nëse na e fikëm televizionin, na nëse futëm në për telefona në TikTok edhe dëmëton rjeta sociale. Aty mos fol heq, aty është shkatërimi. Unë TikTokun e kësha mbyll automatikisht. Instagramin e kësha si familjar duhet me ragu në këto gjana, sa janë duke u rrit fëmija, për shkak se duhet mu rrit një frym tjetër, për shkak se ne peshojmë sot edhe mediat, edhe emisionet, edhe rjetet sociale, dhe më thënë, janë gjithmonë ma të shikume, ato videot cilat ndoshta nuk duhet me shiku asna të rriturit se jo fëmija. Nuk po pajtohna me prind të sotit që po thot me kohën. Çfarë fajet ka koha? Dojnë që t'jenë sa ma modern. Koha është ditë natë. Pranver, ver, vjesht, dime. Koha kjo, që ka të kanë fajt ty këto, me pa aftësin tone, me rrit një fëmi të edukum, absolut koha s'ka fajt. Fëmijë në rrit gjumi, kur njët nuk marrin me lexu psikologji edhe sociologji për fëmijë, qysh me rrit një fëmijë. Se me kap me lexu Koranin e dysh me rrit, po se prej ka to heq, se ka në shpi heq. Fëmija dhe 7 vjet është fëmijë, pse pe qënë fëmijën mas pari, po ja merë drejtën e të qenit fëmijë, po ja qënë 5 vjeç në shkollë, veç me ish pishpije. Kërkon punë nuk është, e qënë fëmijën si t'ja bën një vjetë në qerdhe, dhe t'ma rritë qerdhja, pse më me t'a rritë qerdhja fëmijën? Po ku ta edukan ty ajo në qerdhe fëmijën, ku mas pari ato politika e ka pru, aty e ka shti që si ka 2 lidhje me atë vend pune. As nuk ja do zemra, as ja do shpirtja, se ka shkollën të kryme për atë vend pune. Të ndërlidhëm këto, a mendon që në momentin që pi dërgojmë fëmijët në kopsh, në moshë shumë hershme, edhe pastaj nuk ju kushtojmë shumë rëndësi, pastaj kur po rritën, pilojnë prind vetë, si po, do më thonë, po rritën pa dashni. është lidhja. E dyta, e qanë 5 vjeç në klasë të parë. O 7 vjeç shof mi në klasë të parë. O nuk e ka obligu Allahu, se ka obligu Zoti, se ka obligu krijuesi i bodhve me kur gjon heq fëmijën deri në moshën 7 vjeçare, ajo fëmijë. Lexo psikologjinë e fëmijëve harran deri 7 vjet. Sa ai ka memorje me sy, ai me sy bli, me të përcjellën çapo po prindi. Me memorizum si me ai se ka hala se i harron gjona. Pse po ja merr drejtën mas pari me kon fëmijë. Deri në moshën 7 vjeçare jepi kulturë, edukat, moral. Ai përcjell bisedat e tua, ai përcjell hapat e tua, ai përcjell punën tone. Mësoja fëmijës tone punën me përgjegjësi. Jepja një punë të vogël për moshës 2 vjeçare, jepja një punë me përgjegjësi. Qëtë punë ki me bo ti për çdo ditë? Këpucat ti paljan. Palaj më rapë së gojle, se i bë 3 vjet i palja marë. Tu rrit, tu jashtu punën në familje. Tu jashtu punën, sot e hupëm shtetin, asë kërkush se ndje përgjegjësin. Shkon punë, punon pa përgjegjësi, u shkatru shteti, o vlla. Përgjegjësia punës mësohet familje, kushta mëson ty përgjegjësinë e punës. Në shkollë mëso profesionin, shkrim leximin, edukat, kulturë, moral, nuk ti mëson. Se mas pari si ka ajo mësusja që po vjen me 2 gesht fostan. Teut, jemi krejt në fund të emisionit.
edhe një pyetje të fundit. Me qenë se kemi shumë çka me diskutu, po minutazha e emisionit është i kufizuar dhe po ikun minutat shumë shpejt. Në momentin që jem mbulu edhe kanë shkruar në rrjetet sociale që me të pas prap një intervistë. Ka pas edhe nga ta persona që kanë shkrujt. Okej, kjo mbulu, po edhe mundet mu të shplu. Çka mendoni një përgjigje adekuate për gjithë ata të cilët kanë shkruar në rrjetet tona sociale të emisionit të Rrëfim Jete? Është një vendim i premi jote, apo lartë qoftë mundet edhe nesër edhe me ndodhë kjo? Nëse qmend, një përgjigje. Një rrugë është, nëse qmend në heku. Nëse heku qëta, kime njëse të uta është në psikiatri. Edhe për kur gjëmbot nuk e himë. Sot thash, jom pasit cent, s'kom hungër buk. Për 1 milion euro, për 10 milion euro, për 1 miliard, për 1 bilion euro, une nuk e hike më qëtë. Paraj sa nuk ka qëma. Paraj sa nuk ka qëma. Teuta, je akoma duke qëndru në vendin e njëjtë, tash e sa vite, një vend që nuk i përmbush kushtet, them drejten edhe një kafsh për me jetu. Atëherë, edhe njëherë publikisht bëjmë thirrje të gjithë ju që është një numër jashtëzakonisht i madh. Edhe njerë ju falenderoj nga zemra për shkak se edhe në emisionin e kalum ka pas ndikim, ka pas disa familje që domethënë kanë kontaktu me emisionin tonë edhe kanë taku Teutën edhe kanë ndihmuar në forma të ndryshme, por Teuta, ju them të drejtën, seriozisht ka nevojë për një strehim për shkak se jeton në një gjendje shumë tronë. Kur e them që ndoshta një kafsh nuk i përmbush kushtet një kafsh me qëndru aty, mos të flasim për një njeri. Plus jam vetën me një lagjet një fshati ku ishin e por, e kam larg 10 minuta me ecka. Do më thënë gjithë shka është rrezik. Mu një dite më ka pri magji, sa që shumë më mënaj, sa që vetë sa së më hupi vedia në hib. E thërën autoambulancën, 3 orë kam nejtë të marrë infuzione. Po më ndodhe që kje që atje ku jam, s'ka këshom gjithë. Shpresojmë Teutë që do të kemë njerëz me zemër të madhe, si çdo herë, që jemi si popull me zemër të madhe, edhe do të na shkruajnë edhe bashkarisht, edhe të gjitha bizneset. Po më vjen marrë. Urdhnar. Po më vjen marrë, më do këtë vetja si kur lypse. Teutë kuptojnë agjendjen tone, ti gjithmonë ke punu. Ti gjithmonë ke punue, edhe gjendja jote shëndetësore, domethënë nuk është mundësia për me punue. Kur të them, une them me plot kuptimin e fjalës për shkak se unë kam pa dokumentacionin tuaj, domethënë shëndetësor, edhe nëse kishe qenë mirë nga shëndeti, emocionalisht ti nuk je në gjendje për me punu. Kështu që bëj apel të gjithë njerëzit me zemër të madhe, të gjithë nga pak, ta ndihmojmë Teutën për shkak se Teuta ka nevojë për një strehim. Teuta me të vërtet edhe një herë deshta me falenderue personin që ka kërku mos t'ja përmenum emrin, për ndryshe është shehu nga diaspora, i cili vazhdimisht kontakton me ne, edhe do më thonë ka shprej dëshiren që me mujt një vend strehim bashkarisht me ndonjë biznes, me ndonjë njeri me zemër të madhe. Shehu veç ka organizu atje të Tyrbja në Gjermani ku e ka, po fatkeqësisht jam pak, më ka thonë kur të vit kallëzoj, po nuk po më në me ja dalë vetën, nuk po më. Shpresojmë që edhe misioni jonë do të ndikon gjithë ju të cilët dëshironi ta ndihmoni Teutën
edhe jo që dëshironi mu vërtetu me krejt këta që pëthëm, moni me kontaktu tek faqet tona të emisionit, edhe ne e vizitojmë Teutën, e takojmë Teutën, edhe vërtetoni, edhe bindeni që ndoshta shumë pak kom fol me ata se çfarë gjendje është Teuta. Pavarësisht që Teuti je shumë e fortë, edhe tani po të shoh të emocionume se je shumë e fortë edhe asnjëherë nuk e lun. Asnjëherë ma keq nuk më vjen se duket vetja si lypse. Teuta, të gjithë duhet të jem njëri për tjetrin. Sot ke nevojë ti, nesër kam nevojë unë. Dora për dorën bëhet miftja që jo njeriu për njeriu. Ama një njeri që është mësu të punoj, ta maj vetën, tjetë kontribut i familjes, është... Do bëhet mirë me emër Zotit. I kom majt ka 2 puna dhe si jam dërzu, mu më ka ndodhë dhe njerë më kallë shpia te, den. Kom punu 23 orë mrena 24 orëshet. E kom bo vetë, për sot se kam shëndejt. E kuptoj Teutë. Thar Zoti që shumë shpejt ta kemi një zgjedhje e të realizojmë emisionin tjetër duke të pa në një vend të ri, në një ambient të ri, edhe me realizu në atë ambient. Inshallah do Zoti ashtu, me ndihmën e krejt juve shikues të dashur, shpresoj që të gjithë ju të cilët dëshironi të na kontaktoni në rrjetet tona sociale, ta ndihmojmë Teutën, me të vërtet ka nevojë Teuta se jeton si që i kam më parë në një vend që nuk i plotson kushtet për të jetuar. Teuta, të falenderoj nga zemra, gjithmonë është kënaqësi me të pas në emision. Me të vërtet jeni shembull për gjitha brezat, për shkak se sa kohë të një edhe sa emisioni kena realizue, po asnjëherë nuk të kam pa të emocionume si që po të shosonte. Se je gjithmonë e fort edhe asnjëherë nuk dorëzohet. Po me emër Zotit do të bëhet një zgjedhje shumë shpejt. Sprovohesh prej mbarkun e nanës, sprovat të bëjnë shumë të fort. Ka njëherë tham, aq shumë jam sprovu, sa po më duket po e hupi ndjenjen njerëzore, aq shumë jam bëhe fort. Ka njerë thëmë po mikin emocionet, po mika emocioni njerëzor, pe i forcës luftës, pa përkrajen asko. Kam nevoj shpeshere, nashta me bisedu me dika në muj, me full. Nuk ki ndonjë shoqe? Shoqës kam pas kohë. Teuta, falenderit shumë. Bak është se po të marrë kohën. Është edhe kjo pjesa kur je pa martu shkon në moshë madhore, unë jam 44 vjeçare. Do me thonë, gjeneratat e mia janë të martume, nuk po kërkush kohë, më u mirë me ty që je me të fikalle vetë. E kuptoj. E kupton, gjithë se cili ka familjen e vetë. Do kush ka zgjedhjen e ti tjetës, po gjithmonë kur ne dojmë me nda kohën për dikon, gjithmonë e gjejmë kohën qofse dojmë. Kështu që nuk ka justifikim. Tani është ajo që e thëmë shpesh me shakon e gluja. Ose bulli, s'ma vlen se ti pa martu. Teuta, falenderit shumë, po më vjen shumë mirë që më në fund ta rikthyem buzëqeshjen. Ishte kënaqësi, shpresojmë që do të shihem shumë shpejt, po me ndonjë lajm shumë të mirë. Amen. Edhe njëherë, falenderit shumë dhe të përgëzoj për mbulesën. Falenderit. Allah i shpërblet. Gjithashtu.